Edward Snowden, zbuluesi që tërnditi botën. Edward Joseph Snowden është një nga figurat më të diskutueshme dhe më me ndikim të shekullit të 21, i konsideruar nga disa si hero i lirisë dhe nga të tjerë si tradhtar. Snowden ndryshoi përgjithmonë debatin global mbi privatësinë, mbikëqyrjen shtetërore dhe të drejtat e njeriut në epokën digjitale. Ky dokumentar paraqitet jeta, veprimet dhe pasojat e zbulimeve të tij, duke analizuar ndikimin që ato patën në botë. Fëmijëria dhe formimi. Edward Snowden lindi në 21 qershor të vitit 1983 në Elizabeth City, Carolina e Veriut, SBA. Ai u rrit në një familje me lidhje me shërbimet publike dhe shtetërore, që në moshë të vogël tregoi interes të madh për teknologjinë, kompjuterët dhe sigurinë informatike. Edhe pse nuk ndoqi një rrugë akademike tradicionale, universitare, Snowden ishte autodidakt dhe fitoi njohuri të thella në sistemet kompjuterike dhe rrjetet digjitale. Karrierën e inteligjencë. Snowden punoi si specialist i sigurisë informatike për Agjencinë Qendrore të Inteligjencës dhe më vonë si kontraktor për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, përmes kompanive private që bashkëpunonin me qeverinë amerikane. Gjatë kësaj kohe, ai pati qasje në dokumente tepër sekrete që përshkruanin programe masive të mbikëqyrjes globale. Ai zbuloi se NSA-t dhe agjencitë të tjera inteligjencë përgjonin komunikime telefonike, email dhe të dhëna personale të miliona qytetarëve në mbar botën, shpesh pa urdhër gjykate dhe pa djenimin e publikut. Zbulimet e vitit 2013. Në vitin 2013, Snowden vendosi të zbulojë këto informacione përmes gazetarëve investigativ Glenn Greenwald dhe Laura Poitras, si dhe gazetës The Guardian. Dokumentet e publikuara tregojnë ekzistencën e programeve si Freeze, të cilat lejonin qeverinë amerikane të kishte qasje direkte në serverët e kompanive të mëdha teknologjike. Këto zbulime shkaktuan një tronditje globale. Qytetarët, qeveritë dhe organizatat e të drejtave të njeriut nisën debatet e forta mbi kufijtë e pushtetit shtetëror dhe të drejtën për privatësi. Aratisja dhe azili. Pas publikimit të dokumenteve, Snowden u akuzua nga qeveria amerikane për spionazh dhe bjedhjet e pronës shtetërore. Ai u largua nga SBA dhe përfundimisht mori azil në Rusi, ku jeton edhe sot. Jeta e tij në mërkim është kufizuar, por ai vazhdon të flasë publikisht për privatësinë, mbikëqyrjen digjitale dhe liritë civile përmes konferencave, intervistave dhe librave. Ndikimi global. Zbulimet e Snowden quhen në ndryshime ligjore në disa vende përfshirë SBA-n, ku disa programe mbikëqyrjeje u kufizuan ose u rishikuan. Kompanitë teknologjike forcuan enkriptimin e të dhënave, duke rritur sigurinë për përdoruesit. Ai u bë simbol i rezistencës ndaj kontrollit masiv dhe një figurë kyçe në lëvizjen për të drejtat digjitale. Dokumentari filmik Citizenfour 2014, i cili fitoi çmimin Oscar, e bëri historinë e tij të njohur për publikun e gjerë. Polemikat dhe kritikat. Megjithëse shumë e shohin Snowden si hero, kritiket argumentojnë se veprimet e tij rrezikuan sigurinë kombëtare dhe operacionet e inteligjencës. Debati mbi moralin dhe ligjshmërinë e veprimeve të tij vazhdon edhe sot. Edward Snowden mbeti një figurë komplekse dhe kontradiktore. Ai ngriti pyetje thelbësore mbi balancën mes sigurisë dhe lirisë, pyetjeve që janë më aktuale se kur në epokën e teknologjisë së avancuar. Pavarësisht gjykimit individual, ndikimi i tij në botë është i pamohueshëm dhe historia e tij do të studiohet për shumë vite në të ardhmen.